Goditi me mjet prerës të ri unë vjet në pranga 19 vjeçari. Policia ka vënë në pranga një 19 vjeçar i cili ka goditur me mjet prerës një 20 vjeçar 2 ditë më parë, 13 prill në Dibër. Kujtojmë se dje u procedua në gjendje të lirë 3 shtetas për mos kallëzim të këtij krimi, ndërkaq i dëmtuari vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Njoftimi i policisë, si rezultat i kontrolleve intensive të kryera nga shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Dibër dhe të mbështetura tek informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, u kap dhe u ndalua shtetasi EE, 19 vjeç banues në Peshkopi. Ai u shpall në kërkim në datën 13/4/2025, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në lagjen Dobrov, Peshkopi ka goditur me mjet prerës shtetasin e Sh, 20 vjeç. Dje u procedua në gjendje të lirë 3 shtetas për mos kallëzim të këtij krimi. Ndërkaq i dëmtuar vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Dibrës për veprime të mëtejshme për veprën penale plagosje rënë me dashje.